Mirëmëngjes edhe po filloj direkt këtu me një përbetim, por që është bazë dhe një diskutimi serioz që kam zhvilluar edhe vetë me rreth, nuk e di, 7, 8, 9 vetë nga zona e Tragjasit, brenda apo jashtë Shqipërisë. Dhe këtu është Ilda Polo që më shkruan: mirëmëngjes, të kam mbështetur, jo vetëm për idealet e mia, po kur unë jam bërë antar e partije, drejtoreja të rinj në Vlorë, ju losën me top. Edhe pse jeni më i madh se unë, po nuk të fal atë që kërkon t'i bësh fshatit Tragjas, ku gjyshrit dhe babaje ime janë rritur, ku ai ujë që rrjedh ka histori, prandaj më ke kundërshtare me gjithë socialistët e Tragjasit. Kam menduar që arsyetimi e logjika ju ka mbajtur në pushtet, po kam gabuar, unë kisha organizuar këtu ku jetojmë të votojmë për PS-n, po do bëjmë të kundërt, do abstenojmë. Tani, ky është një diskutim që ka në thelb një pikpyetje shumë të madhe për mua, që si ka mundësi që të bjet pre e një, nuk e di se si ta quaj, po e një konfuzioni të tillë, po e quaj, sepse jam i bindur që mrapa kësaj ka burime helmi që kanë derdhur sasira të caktuara në mendjen e tragjasiotëve, por për te i këtyre pyetja është shumë e thjeshtë. Si është e mundur që të imagjinohet që një qeveri, cila do qofte ajo qeveri, me thënë drejtën në këtë rast, të marri ujin që i duhet disave për t'ia dhënë disa të tjera. Si mund të bëhet kjo dhe për cilën arsye në botë? Tani këtu është futur brenda edhe kuçedrat, do me thënë oligarkët që po marrin ujin për qëllimet e tyre e të tjera. Por nga ana tjetër, unë jam përpjekur ta shpjegoj dhe ta rishpjegoj dhe ta rishpjegoj me ata që kanë folur që ky projekt bazohet në studim të mirëfillt hidrologjik. Janë bërë matje të vazhdueshme të prurjeve. Janë bërë analiza të vazhdueshme për të arritur në konkluzionin se çfarë prurjesh ka, sa prurje janë ato që i duhen mjedisit ekologjik, përfshirë edhe vaditjen e tokave, sa prurje janë ato që duhen për konsumin lart atje, sa flas për konsum për ujë të pishëm, sa prurje ikin në det e të tjera, të gjithë këto aspekte teknike që i din shumë më mirë ekspertët, inxhinierët, hidrologët e tjera. Dhe mbi bazën e këtyre analizave dhe këtyre matjeve është bërë projekti. Është bërë projekti i cili, po e filloi nga Aja, synon që edhe vetë zona atje, banorët atje, shtëpit atje, të cilat furnizohen me pikatore, sepse sistemi i ujësjellësit atjeshëm është një sistem, nuk e di, ndërtuar në vitet 50-a, 60-a, ku di unë se kur, por që është komplet i amortizuar, ndërkohë që një pjesë tjetër e banorëve kanë bërë investime maramëndse personale për të shpuar dhe për të marrë ujë me puse. Aty, në ndërkohë, unë e shohim si një zonë me potencial të madh zhvillimi për turizmin, me potencial të madh transformimi të atyre shtëpive, të atyre
trojeve nga vetë banorët, ku ka një numër të madh emigrantësh që mund të kthehen të investojnë për agroturizëm e të tjerë. Kështu që edhe kanalizimet që mungojnë janë pjesë e projektit. Pra, do bëhet ujësjellsi i ri i Tragjasit. Do bëhen kanalizimet për Tragjasin. Dhe në ndërkohë do ndërtohet ujësjellsi që do të furnizojë dhe zonën e poshtme. Tani, nuk dua të marr shumë kohë me detaje që thash janë teknike, por dua të shpjegoj që një projekt bëhet me patjetër profesionist. Pastaj ka dhe oponencë, prap me profesionist. Dhe bazohet në rastin e projekteve të ujësjellsave në, siç thash, matje, në analiza, të cilat krijojnë idenë e plotë për mënyrën dhe sasinë e shfrytëzimit që të ruhen të gjitha balancat. Dhe ka një shifër që është shumë domethënëse. Atëherë, prurja minimale e matur, dhe këtu kam gjithë të letra, po nuk dua t'i lodh. Prurja minimale e matur dhe matjet janë bërë në periudha shtator, në periudha korrik, në periudha ngusht, dhe për më tepër janë matjet bëra në vite 2021, 2022, më përpara ka dhe matje të 2018-s për të parë diferencat, kështu që prurjet minimale janë 700 litër në sekond. 700 litër në sekond. Atëherë, nga të gjithë shfrytëzimi në maksimum që do t'i bëhet këtij burimi për shkak të ujësjellsit është 2 herë më i vogël se sa prurja minimale. Do me thënë, në të gjitha rastet, ajo që mbetet e pa shfrytzuar nga sistemi i ujësjellsit është më se e mjaftueshme për të gjithë mjedisin ekologjik, siç quhet, ndërkohë që për sa i përket ujit të pishëm do të plotësohen nevojat për një masë të caktuar, duke filluar nga vetë Tragjasi. Tani çfarë them unë? Si ta shpjegoj unë që kjo është çështje teknike. Kjo nuk është një gjë që e shef me sy, se më thoshin e shohi me sy, hajde shife me sy, aty ka, aty s'ka. Nuk shikohet kjo gjë me sy. Kjo gjë shikohet me instrumenta shkencor që bëjnë matjet dhe me analiza progresive në vite të matjeve për të kuptuar se çfarë investimi duhet bërë dhe se si ky investim impakton mjedisin, impakton njerëzit. Të ishte një hidrocentral, do ta kuptoja të gjithë shqetësimin, sepse rreziku i thithjes së burimeve ujore në një masë që mund të kërcënonte gjithë nevojat për vaditje tokash në radhë parë, se aty është problemi dhe është i problem qartësisht legjitim, atëherë do ta kuptoja që ka i problem. Ujësjellës për të pirë ujë, si mundet që një ujësjellës për të pirë ujë të thaj dynjan duke u shfrytzuar për nevojat njerëzore të pirjes ujit. Është e pamundur, është alogjike komplet e gjitha. Është komplet alogjike. Dhe duke qenë se ka pasur shqetësim dhe ky projekt është vonuar me muaj të tërë për shkak të këtyre teorive, është kërkuar nga ana ime në mënyrë të përsëritur 2 herë konfirmimi nga ekspertë dhe është parë dhe nga ekspertë të tretë. Pra, jo nga ata që e kanë bërë projektin, jo nga ata që kanë bërë oponencën, po të tretë. Dhe të gjithë dakordësojnë në pikën që këtu s'ka asnjë kërcënim. Kjo është çmenduri.
të jem unë personi që dashkam t'i marr ujë tragjasjotëve dhe t'ja jap himarjotëve, po them. Është komplet nonsens. Ky është një burimet janë të Republikës Shqipërisë, nuk janë burime të një komuniteti apo një tjetri, dhe këto burime të Republikës Shqipërisë vjen në dispozicion të njerëzve dhe të interesave të kësaj republike, duke patjetër garantuar mos cënimin e askujt që me ligje me zakon ka të drejtën të ketë akses në atë burim, dhe patjetër që në këtë rast tragjasjotët kanë të drejtën me ligje me zakon të kenë aksesin për nevojat e tyre në atë burim, dhe kjo as nuk mund të diskutohet. Kështu nuk kuptoj se çfarë diskutojmë dhe mbi ç'bazë. Gjithsesi i kam kërkuar drejtorit përgjithshëm të Akumit bashkë me specialistët dhe kryetarit bashkisë të bëjnë një shpjegim shterrus në një televizion në Vlorë, sepse kjo shpjegimet teknike nuk mund të bëhen me 200 veta që thonë ne do vritemi dhe nuk do lëmë të bëhet projekti. Kështu nuk mund të bëhen do shpjegime. Do bëjnë shpjegime teknike dhe pastaj do shfaqem edhe vetë atje, aty pastaj flasim, por mbi bazën një herë të marrit të shpjegimeve teknike. Se nuk mund të bëjmë inxhinierin të gjithë bashkë. Unë nuk jam inxhinier, ata që e kundërshton Ilda këtu nuk është inxhiniere. Kështu që është e rëndësishme që të dëgjojmë dhe të besojmë ekspertët. Dhe e fundit fare, për sa i përket policisë, projektet nuk mund të bllokohen. Projektet, investimet nuk mund të bllokohen. Ka dhe kod penal për këtë punë. Dhe policia nuk është shfaqur aty se papritur e pakujtuar u kujtua një fadron të vi, po sepse ka muaj të tërë që bëhet përpjekje për t'u sqaruar dhe nuk arrihet do të realizohet sqarimi. Tani si do bëhet? Do merret peng me dhunë një projekt, një investim, por ky është kulmi. Një investim që në radhë parë i shërben vetë zonës. Është habi e madhe. Është habi e madhe. Megjithatë, unë kam shumë besim që duke dëgjuar mirë në radhë parë ekspertët dhe duke besuar tek vullneti i mirë për transformimin e mëtejshëm të gjithë qarkut Vlorës, që është me provë kjo, do të realizojmë projektin dhe të gjithë do të jenë në fund të lehtësuar nga çdo lloj frike dhe nga çdo lloj konfuzioni. Kështu mendoj. Dil në debat televiziv me bufin dhe të shohim si do ngelesh Gjolek Seriani, o Gjolek. Edhe pak se ditët po të afrohen, o të vinë Ramovici, kryeministër, je shteti, je apo je një tiktokist i këtij vendi që del live orë dhe minutë, do të thënë akoma se kemi të qartë pozicionin tënd personal si pushtetar, mos ndoshta po i nuhat dhe ti vetë ditët e fundit të qeverisjes tuaj dhe ke gjetë këtë mënyrë për të shprehur mbledhjen tënd ndaj tmerrit që po vjen. Ua. Astrid Spahiu, Astrid po që nge komplet i lagur morbur. Në knet komplet i gjithi, kokë këmbë, flet edhe gjuhën e salamandrave komplet. Po si shpjegohet morburi? Po për çfarë tmerri ke fjalën, për çfarë ditësh numëruara, për çfarë birucash, se këtë e Edvin Ramovicin e kam dëgjuar këtë, edhe s'mbona si përshtypje me thënë të drejtën, po më vjen shumë keq, më vjen njerëzisht keq për këtë katandije, këtë nivel, ndërkohë që thelbi këtu besoj është tek pyetja që jam kryeministër apo jam tiktokist i dal live orë minutë. Tani që të jemi shumë të qartë, puna ime nuk është punë krah, është punë mendje. Dhe një nga detyrat e mia është të komunikoj, të sqaroj, të dëgjoj dhe të reagoj. Dhe kjo për mua është punë, nuk është qef. Unë nuk jam tiktokist. Unë jam një
përfaqësues i zgjedhur edhe i atyre që nuk më kanë zgjedhur dhe ju detyrohem, siç po bëj në rastin konkret, edhe me ty i dashur Astrid, edhe pse je shumë i helmuar, mendoj unë gabimisht, sepse në fund të ditës nuk mund t'jetë çdo gjë zi, edhe sikur të ketë shumë arsye për të qenë pakënaqur, por në fund fare unë kam detyrimin të komunikoj edhe me ty dhe të shpjegoj gjërat sipas këmbvështrimit tim dhe në një farë mënyrë t'jap hesap. Kjo është arsyeja pse unë dal live dhe natyrisht patjetër që duke u afruar dita e zgjedhjeve kam vendosur ti të sfikoj daljet, kam vendosur ti të sfikoj komunikimin, sepse procesi deri në zgjedhje është dhe një proces bilancesh, është dhe një proces vendosjeje në tryezë të të gjitha gjërave që janë gatuar gjatë 4 viteve për të bërë edhe komentet përkatëse dhe për të përcaktuar nëse ka apo s'ka arsye, ka apo s'ka arsye për të vazhduar këtë punë në këtë drejtim me këto forca. Se tani është bërë dhe një koalicion, është bërë dhe një koalicion i madh, shumë i madh, edhe ja dhe një tjetër. Tallu i pamposhtur se dita të ardh, tallu kur gjen budallënj që të vinë pas se kënaqen me atë gjellë të shpifur që i gatuar në ato kusijet e nxehra Adnan Hasho. Me ata që hangërën bashkë me ty dhe sot janë betkoca, bufa, lumra, plera. Gjithsesi, nuk besoj se ja vlen të hymë në këtë debat për këto lloj sharjesh. Në qafë time thot po ke lexuar ndonjëherë Bibël e Kuran, Ledar Shametaj. Tani unë nuk bëj garë me asnjëri me çfarë kam lexuar apo çfarë ke lexuar apo çfarë kanë lexuar secili lexon për veten e tij, edhe nga ana tjetër të siguroj që kam lexuar që të shkema atë punë, sepse unë pasurinë e dijes së fesë e shikoj si diçka që është përtej besimit në kuptimin e drejt për drejt, pra përtej asaj që merr një besimtar drejt për drejt, qoftë musliman, qoftë ortodoks, qoftë katolik, qoftë çfarë do qoftë, në tërësi, pasuria e dijes fetare është kulturë dhe aty janë rrënjët e shumë çkaje. Kështu që për këtë arsye unë jo vetëm që kam shumë respekt për të gjitha fetë dhe kam shumë admirim për librat e shenjtë, por me timen përpiqem të marr sa mundem nga pasuria e asaj dije. Zoti kryeministër, jemi shqiptar dhe jo turko-arab, këto janë reagime të këtyre postimeve me thënie nga profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, apo me thënie nga Kurani. Tani ne shqiptarë jemi patjetër shqiptarë, jemi Rilina Sila Manjan, Fed u bashkuan për të bërë Shqipërinë Ilan Manjan, në sensin që përtej besimeve u bashkuan, me këtë jam dakord. Por një gjë po të them, i dashur gëzim, nuk të vjen e keqja nga fjalët e librave të shenjtë, përkundrazi. Është pasuria e një dije shumë të thellë dhe më mirë një fjali nga ato libra se sa mirë allafe nga këneta politike dhe mediatike, se sa qindra mirë allafe nga këneta politike dhe mediatike, të siguroj për këtë.
profeti Muhammed nante që kishte me të tjerë, kurse ju ndani kënaqësinë e të pirit 33.000 shishen e verës, para Zotit nuk i njehim dot dhe Zoti nuk kupton. Altina Alla, po mirë Martin, thash ti se një pyetje kam unë. Ku e di ti këtë për shembull? Me që ti me sa shoh i referohesh profetit, edhe me sa kuptoj je një farë besimtari, sepse ndikujt që të reagon edhe të thot këtu s'po flitet për politikë, po adhurohet ai që të ka krijuar dhe ty i përgjigjesh atë lejon Zoti të ofendosh të tjerë. Tani ty të lejon Zoti yt të shpifësh? Unë mendoj që jo. Dhe shpifja në librat e shenjtë është një mëkat shumë i rëndë. Tani ti do thuash që ti s'po shpif, kurse unë po të them që ti po shpif. Ti do thuash që këtë e ke dëgjuar. E ke dëgjuar nuk do të thot asgjë. Provë, ke parë në një provë ti për këtë që thua. Se kjo është njësoj si të them unë për ty diçka, nuk e di tani se s'jam i talentuar për të shpifur, po një diçka që ti as nuk e ke imagjinuar. Si do ndjehesh ti? Kështu që kush beson ose kush kujton se beson në Zot, duhet jeti pari që të mos harroj një fjalë që thot libri i shenjtë i kristianëve. Mos gjyko, se do gjykohesh nga gjykimi yt. Mendoj këtë, i dashur Altin, që vazhdon prap, që nga fiksuar kjo 33.000 shishja, edhe vazhdon prap, po ndërkohë je gabim ditën dhe natën. Thonë që jeni diktatorë, është e vërtet, po shife shkruaj se sa diktator jam, mjafton të hapësh kanalet e natës dhe do shohësh se sa diktator jam. Do shohësh se sa lloj speciesh janë duke u zhauritur e duke u zhugatur në për kanalet e natës, se duke thënë nuk thonë për mua fjalë vërtet për të kuptuar sa diktator jam. Nëse do kisha një lutje dhe do e dija që do më pranoj, thot Petrit Abdullah Mullahi, më pranoj dhe lutesh që Allahu të të udhëzojë në rrugën e drejtë. Të falenderoj dhe unë shpresoj shumë që Allahu të më udhëzojë gjithmonë në rrugën e drejtë, përpiqem, por gjithsesi të qofte pranuar kjo lutje dhe e çmoj shumë. O Baca Edi, thot profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të dhe ata që ndjekin rrugën e tij, na ka mësuar se në krye çdo populli vjen njerëzit me virtyte dhe të ndershëm. Ministra e Bashkisë për të arrestuar të korruptuar, ky muaj Ramazani u pastrof nga lakmia për pasurinë në kurisë të popullit tuaj. Amin, Zoti ju marrë të gjithë dhe politikanë e 145 deri sot në gjirin e tij një satë më parë. Tani e para punës njëherë që kjo është punë e Zotit dhe lërja e Zotit këtë punën e orës kur na merr mua, ty, larg qoftë, tjetrin. E dyta, kur përmend profetin, më dëgjon mua, bëj shumë kujdes. Mos nxirr profetin përpara për të nxjerrë pastaj inatet dhe mllajfet e tua, se është problem i madh shumë. Do hysh në një problem shumë të madh. Bëj shumë kujdes. Më beso. Nëse ke helme për të nxjerrë dhe nëse ke mallkime për të bërë, se ti nuk di gjë fare, se fare, nga e vërteta ime nuk di gjë fare se a kam unë lakmi, a s'kam unë lakmi, a kam unë pasuri, a s'kam unë pasuri, se unë besoj që
që është e kotë, shumë e kotë, të luftohet me gjithë të lumë, edhe të përpiqesh të provosh të kundërt, ndërkohë që kush të sulmon do të provojë ato që thotë, por kjo është temë tjetër. Por ti nuk ke iden fare. Më beso nuk ke iden fare të gjithë kësaj dhe futesh në një histori të ngatruar shumë me veten edhe me Allahun që e përmend duke përmendur profetin. Ndërkohë që për sa i përket arrestimeve, duhet të dish ti dhe duhet ta dinë të gjithë që kjo ditë, dita e arrestimeve, dita e gjykimeve, dita e hetimeve të personave me pushtet politik, qofshin ministra, qofshin kryetar bashkie, qofshin ish, qofshin çfarë do qofshin, nuk vinte kur o ti miku im pa mua dhe pa Partinë Socialiste. Nuk vinte kurrë, se po të vinte do kishte ardhur qysh nga 1912. Nga 1912 dhe deri kur unë dhe Partia Socialiste, të gjithë bashku, skuadra jonë, bëm reformën drejtësi, as ti, as ytat, as gjyshi, as tërgjyshi që kanë jetuar në këtë vend e që u presht në paqe, cili do prej tyre që nuk jeton më, e qoftë i lumtur kushdo që jeton, nuk kanë parë asnjë gjë të tillë siç po shohim sot. Dhe pyetja është pse? Si ka mundësi që nga viti 1912 deri kur filloi puna e institucioneve që u krijuan në reformën drejtësi, nuk u bë një hetim, mor zotëri, një hetim, nuk u thirr një njeri nga një gjykatës, nga një prokuror i pavarur dhe nuk u qua një njeri me pushtet politik përpara një gjykatësi të pavarur, se kështu pushkatime dhe varje në litar me gjykata të komanduara nga regjimi përkatës, qoftë monarkika, qoftë komunist, ka pasur plot. Unë po flas për prokuror gjykatës të pavarur. Si shpjegohet kjo? Kjo shpjegohet sepse unë dhe skuadra ime vendosëm diçka që nuk ka bërë askush më parë. Vendosëm t'i dorëzojmë drejtësisë shpatën e ndëshkimit. Shpata e ndëshkimit ka qenë historikisht në duart e pushtetit politik, që e ka përdorur për të bërë edhe në thonjza drejtësi, duke goditur kë ka pasur oreks të godas dhe duke mbrojtur me shpatë kë ka dashur të mbrojë. Se këtu ka ndodhur, imagjino të ndodhte sot, imagjino sikur të ndodhte sot, që të mblidhej këtu poshtë drejtares time, një popull i tërë, dhe nga kjo zyrë të jepej urdhri për të qelluar dhe të qelloheshin me plumba të vërtet, jo me plumba manovrash, po me plumba të vërtet, në mish njerëzit dhe të vdisnin, preshin paqe. 4 vetë, totalisht të pafajshëm, totalisht të parrezikshëm. Dhe prokurori, Spaku në këtë rast, po si ishte Spaku, po imagjino tani Spaku sot, të lëshonte urdhra arresti për një numër personash, përgjegjës për gjithë procesin e administrimit të protestës, dhe unë të jepja urdhër drejtorit përgjithshëm të policisë që t'i thoshte Spakut hec, nuk arrestohet askush. Pra, me forcën e policisë të merja në mbrojtje persona që i kërkon Spaku. E imagjinon do ti këtë për shembull ndodhi sot. Po kjo ka ndodhur në Shqipëri, mor miku im, ka ndodhur në Shqipëri
jo para 100 vjetësh, po ka ndodhur në Shqipëri shumë pak kohë më parë, përpara natyrisht se sa unë të vija këtu në këtë zyrë. Si shpjegohet kjo? Që tani duket kaq e pamundur. Kush e bëri këtë? Kush e bëri? Na ra nga qielli kjo? Na ra nga qielli apo e solli Amerika me aeroplan ose Europa me vapor? Këtë e bëri ky që shef këtu, bashkë me ata që shkruajtën reformën drejtësi dhe ata që e votuar reformën drejtësi me vullnet të plot, jo ata që erdhën zvarë për ta votuar, po ata që e votuar me vullnet të plot. Se Altin Dumani, për cilin kam shumë respekt për hir të vërtetës, dhe cilit ja kam shprehur publikisht solidaritetin kundër të gjithë qenerisë që i turret për ta vënë në presion, ka qenë aty prokuror i Republikës Shqipërisë, edhe ata të tjerët që janë sot spak, aty kanë qenë. Por nuk kanë pasur fuqinë që kanë sot, sepse shpatën e ndëshkimit e mbante kush rrinte në këtë zyrë, më zotri. E mbante kush rrinte në këtë zyrë dhe e përdorte për hesabet e pushtetit të vetë. E mbante pushteti ekzekutiv shpatën e ndëshkimit, atë shpatën që ka, se kam këtu me vete, zonja e drejtësisë, figura. Ka shpatën në dorë, ka peshoren e drejtësisë, ka dhe sytë të mbuluar për të qenë totalisht e paanshme. Unë i dorëzova shpatën për të bërë këtë që po bëjnë. Pa tjetër. Sepse kjo është e vetmja rrugë, nuk ka një rrugë, sigurisht që kjo ka koston e vetë. Po pse kur bëm në reformën drejtësia, ishim vetëm në pushtet. Po pse si mendon ti? Kur unë thosha, duam një forcë të pavarur që të luftoj korrupsionin, majtas e djathtas, shoj vetëm drejt, po kush ishte në pushtet? Stamo du mua, apo e bëra reformën drejtësi për të hikur pastaj për të marrë me piktura dhe të tjerët të shifnin e të bënin. Jo më po unë e dija që çfarë po bëja. Dhe sot po të them prapë, 100 herë të kthehem mbrapa, 100 herë e bëj këtë gjë, pavarësisht rezervave që mund të kem për një rast tjetër, pavarësisht lajfitjeve që janë pjesë e një procesi rritjeje të një institucioni, të disa institucioneve që janë të reja fare. 5 vjeç, 6 vjeç institucione. Ndërkohë që bota institucionet i ka me 200, 300 e 500 vjeç, e 1000 vjeç. Kështu që mua mos më trego, të lutem, se me që flet për muajin Ramazani edhe tu pranoft agjërimi, mos përdor profetin, mos përdor muajin e Ramazanit për të mallkuar e për t'i uruar vdekjen të tjerëve, se futesh në problematika që unë personalisht nuk do doja të hyja. Dhe duke qenë besimtar, ti du ta kuptosh edhe më mirë këtë që po të them. Dakord? Kështu që aja vlen votoj pa e ditur nëse vota ime do shkoj atje ku duhet. Tani nuk e di ç'do me thënë pa e ditur nëse vota ime do shkoj atje ku duhet, sepse vota atje ku duhet, atje ku e çon, atje shkon, edhe këto prallat me manipulime dhe me përmbysje të vullnetit popullor nga da janë prallat e humbsave kronik, kanë humbur dhe do të vazhdojnë të humbin edhe për këtë arsye, që nuk duan të përballen me realitetin e humbsit. Kur ndodh që ti humbet një palëzjedhje, dhe më ka ndodhur mua në 2009, edhe pse me një përqindje më pak se 1%, edhe pse
zgjedhje me shumë lum brenda, po gjithsesi në fund të ditës humbëm zgjedhjet, nuk I fituam, më saktë. Dhe nxorëm mësime. Zgjedhje fituam zgjedhjet e 2011 në Tiranë me 10 vota. Na I morën. Nxorëm mësime. Dhe ndërtuam një makineri fitore që është e pathyeshme. Partia Socialiste është e pathyeshme, nuk është e pamundur ta thyesh, sepse ne punojmë për ditë. Është një makinë që punon për ditë. Pra, nuk flas për qeverinë, flas për Partinë Socialiste. Juve I keni parë, kush I ka parë, kush ka pasur mendjen ndjekin, ne mbas zgjedhjeve fillojmë një herë punën për zgjedhjet e tjera. Makineria jonë është una gioiosa macchina da guerra, thonë italianët. Kështu që nuk ka nga këto. Ti do votosh aty ku do dëshirosh të votosh, nëse je jashtë shtetit, nga jashtë, me post, nëse je brenda këtu, dhe do votosh për këdo. Por unë ti të them një gjë ama, për herë të parë, qysh se ne kemi hyrë në procesin e materializimit të asaj ëndrës madhe që u shpreh me atë thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, për herë të parë, na ndodh që të kemi një përputhje të dyjave, të rrethanave tona të brendshme dhe të kësaj ëndre me rrethanat e brendshme të Europës dhe me vullnetin e tyre për të na marrë brenda. Pra, kur Europa ishte më e hapur ndaj zgjerimit, ne ishim kërkund. Kur ne filluam të bëhemi më të pranueshëm, ata humbën dëshirën për zgjerimin. Dhe në këtë moment janë përputhur gjërat. Dhe si janë përputhur? Janë përputhur, po t'jap një shembull shumë të thjeshtë. Ne ulëm në tryezë dhe filluam të negociojmë konkretisht pasi bëm procesin screening vjet. Pra vjet në gjysmën e dytë të vitit vjeçëm. Dhe na është dhënë dhe kemi rënë dakord për një kornizë që t'i mbyllim negociatat në 2027, që I bie 2027, për gjysma e dytë, I bie më pak se 3 vjet. Nuk I ka ndodhur asnjë vendi tjetër. Kroacisë I është dashur 7 vite që ka shkëlqyer në atë punë. Nuk I kanë Malizi ka vite e vite që është në këtë proces. Dhe kjo pse? Sepse janë përputhur të dyja. Është përputhur rritja e besueshmërisë tonë, rritja e respektit ndaj nesh, fal punës që ne bëjmë, me nevojën e tyre për të zgjeruar Bashkimin Evropian dhe për të dhënë një sinjal shumë të fortë që po shkojmë drejt një riunifikimit të Evropës. Dhe përsëri në mars, ne do të hapim grup kapituj të tjerë zyrtarisht të negociatave. Tani, ky proces është një proces ku kemi 1000 vetë që janë në punë, 1000 vetë që merren me negociata. Në gjithë sektorët. Dhe nuk ka asnjë minutë për të humbur. Jo më lëkundje, po asnjë minutë. Duhet të fokusohemi të gjithë tek ky proces. Duhet I japim në 11 maj fuqi këtij procesi. Duhet mos ketë ndërprerje asnjë ditë, sepse shpejtësia marrëmendse e kësaj pune është e paparë si sfidë. Dhe imagjino të hymë ne në historira me kujtim gjuzi. A e kupton tani se ku jemi apo jo? Kujtim gjuzi është fryma, pamja dhe gjithë simbolika e Shqipërisë madhështore. Ne nuk na duhet kjo, ne na duhet Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë arsye, si mund ta quaj opozitën knet, po si ta quaj ndryshe? Dhe është shumë interesant, sepse kur unë bëj një shfrytëzim metaforik të gjuhës shqipe, ka njerëz që skandalizohen. Ndërkohë që kur
të tjerët bën një shfrytëzim barbar të gjuhës shqipe, duke përdorur fjalët më ekstreme, më brutale. Kriminal, hajdut, i tillë, ja tillë, kusar, gjithë, kjo është normale. Or jeni vetë apo jo? Kënet, po kënete çfarë kënete? Një lloj kënete që nuk i duhet drejtit, sepse këneta në vetvete ka ato të mirat e veta. Edhe bufi vet, ai i vërteti i kënetës, është ku e ku me këtë bufin tjetër, që është buf me dy këmbë me dy duar. Kështu që kjo është për të pasur të qartë një gjë, që alternativa ndaj nesh është këneta. Dhe po të kthehemi mbrapsh, ne Shqipërinë e kemi gjetë në kënet. Kjo është e vërteta. Gjithë ato borxhe, vetëm fakti që 50% e popullit paguante dhe për 50% tjetër që ose e vidhte ose nuk e paguante energjinë elektrike. Borxhet në sistem. Generatorët nga të katër anët, në mes të Tiranës mbasdite të shpohin hundët nga djegja e motorave edhe nga zhurma e generatorëve. Qa ishte? Si ishte kënete qa kënete. Dhe kur shoh sot se ku jemi, kjo s'ka asnjë krahasim, ne kemi dalë nga kënete, pse si ishte kënet një Shqipëri ku gjithë turizmi bazohej vetëm tek motivimi patriotik i vëllezërve e motrave në Kosovë, shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, edhe emigrantëve që ktheheshin, dhe që sot kthehen shumë më tepër. Qa ishte? Si ishte këneta? Nuk ishte kënet me 18 universitete që jepnin diploma pa vajt fare njeriu në universitet. Qa ishte? Nuk ishte kënet me gjitha të lukuni, ndërtime shpaleje në të gjithë Bregdetin. Qa ishte? Kënet ishte. Dhe kënet është. Më thuaj, më tregoj një gjë, më thuaj, këtë e morën nga kënet dhe e thanë dhe e bën oazë. Jo, e kundërta është e vërtet. Edhe oazët që i kishte bërë Zoti për merak, i bën këneta. Kjo është e vërteta. Qatë tem unë i shkreti? Të them që s'janë. Qatë tem? Kujtoj pak furgonat që ndalonin vend. Po çati kujtoj? Nuk kam çfarë i kujtoj, se këtu nga aja ke zhëja është bërë një përmbysje shumë e madhe. Po shikoja, ja u thash edhe një herë më parë, mos gabohem. Se thonë ekonomia, tani më fal. 4.8 miliard kanë hyrë vjet nga turizmi. Dhe ku kanë vajt? Kanë vajtur në të gjithë zinxhirin. Se turizmi konsiderohet eksport. Për arsye se vinë nga jashtë për të konsumuar këtu dhe ti shfrytëzon të jashtëmit për të fuqizuar të brendshmit. 117.000 subjekte biznesi ka pas kur ne morëm kënetën në dorëzim. 250.000 ka sot. Pra më shumë se 2 fish subjekte biznesi ka sot në Shqipëri. 57% e atyre që sot kanë një pagë në këtë vend nuk paguajnë taks mbi pagën. Atëherë paguajnë të gjithë 10%. Edhe pastrusja e kryeministrisë këtu paguan të taksën mbi pagën sa që paguan të kryeministri. Sot nuk ka fare dallim, nuk ka krahasim. Pastrusja nuk paguan asnjë taks mbi pagën, ndërkohë që mbi pagën time paguhet një taks që është nga më të lartat. Dhe kështu me radhë. 36% të tjerë kanë një taks mbi pagën 4 deri në 10%. Tani çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që duke ndryshuar atë sistem taksimi, ne i kemi lënë çdo vit
në xhep qytetarëve 140 milion euro, që nuk ja kemi marrë si taks mbi pamje. Dhe në 10 vjet janë 1.4 miliard euro, që si ka marrë shteti, i ka lënë në xhepin e qytetarëve. Po aksesi në aviacion, se dhe kjo është shumë interesant. 6.7% e banorëve të Republikës Shqipërisë kanë pasur akses në aviacion në vitin 2016. 32% janë sot. Që flasë për rezidentët që kanë marrë avionin. E pra, jemi komplet në një pozicion tjetër dhe këtë e tregon edhe fakti që kemi këtë pozicion në raport me Bashkimin Evropian. Ky është një moment historik, ky është një moment përtej Partisë Socialiste, është një moment përtej gjithë interesave partijake ose lëre pastaj tifozlikun absurd. Se ishin tifoz shkodranët edhe votonin kënetën pambarimisht. Momentin që vendosën të votojnë Partinë Socialiste dhe të votojnë kandidatin ton, Shkodra doli nga këneta. Ky është fakti. Ky është fakti. Shkodra po merr frymë. Dhe kemi investime të tëra për të vazhduar për të bërë në Shkodër dhe ta bëjmë Shkodrën një destinacion të jashtëzakonshëm, sepse është një vend i bekuar nga Zoti nga të katër anët, po e mori peng këneta. Edhe tifozliku. Tani në 11 maj nuk ka tifozlik, sepse duhet të fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe futja në Bashkimin Evropian na jep 3 gjëra shumë të rëndësishme që ndryshe nuk i garantojmë për të nesërme. Liritë individuale. Kush është jashtë Bashkimit Evropian i ka gjithmonë të kërcënuara. Në Bashkimin Evropian liritë individuale janë të garantuara. E dyta, barazia para ligjit. Shikoni si është situata. Sot unë jam këtu. Nesër s'jam. Dikush tjetër nesër vjen në një qeveri tjetër dhe thot ta përmbysim komplet reformën drejtësi. Ta mbyllim, t'i vëm Çelsin spakun, t'i vëm Çelsin gjithë institucionet të reja dhe të kthehemi atje ku ishim. Kush e pengon ta bëj? Nëse jemi në Bashkimin Evropian, gjithçka është e garantuar. Dhe nëse jemi në Bashkimin Evropian, barazia para ligjit është një nivel tjetër, edhe brenda dhe jashtë, sepse ajo pasaporta që shkruan Republika e Shqipërisë nuk është më vetëm Republika e Shqipërisë, po sipër do të shkruaj Bashkimi Evropian. Dhe secili dhe secila, qoftë shqiptar që jeton jashtë, qoftë shqiptar që është këtu, do të jetë komplet i barabartë para ligjit dhe para gjithçkaje që ka shoqëria e përbashkët e Bashkimit Evropian. I barabartë. Do marri sot makinën, do nisë dhe do thotë, po ndaloj filan vend. Pra, në një farë mënyre, siç është Korça, nëse Shqipëria sot, po themi, nëse Shqipëria sot është Pogradeci, atëherë Italia do jetë Elbasani. Gjermania dhe Tirana në kuptimin e të jetuaj në një mjedis, në një hapësirë, pa kufi, po pa kufi jo thjesht pa viza, po pa kufi në çdo gjë. Në çdo gjë. Dhe kjo bën që mos ketë më kërcënime të natyrave që kemi pas në vitet parentse. Mos ketë më kërcënime. Të lirive, mos ketë më kërcënime, të drejtave, mos ketë më përkundrazi, të gjitha të shkojnë duke u përmirësuar. Dhe ka dhe një gjë tjetër, dhe e treta, janë standardet, të gjitha standardet e bashkëtesës janë të garantuar. Tashti, ana tjetër medaljes është që në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian, në Bashkimin Evropian ka një kategori shtetesh që janë përfituesit dhe një kategori që janë kontribuesit. Kontribuesit janë ata më të fortët, ata më të zhvilluarit, ata më të pasurit, që kontribuojnë në këtë familje për të forcuar ata që janë më të vegjël, që janë më të dobët, dhe përfituesit
përveç buxhetit që kanë nga brenda, kanë dhe i buxhet ekstra nga jashtë, fondet Bashkimit Evropian. Ju kujtohet kur ndodhi Covidi, edhe shkruanit nga Greqia, nga Italia që ç'a bëhet atje, se shiko se ne na jep greku kështu e na jep italian, nuk jep greku italiani, jep Bashkimi Evropian, ekstra, para ekstra, që ne si kishim, se si jemi Bashkimin Evropian. Tani të gjitha këto janë në 11 maj tek vota. Dhe për sa kohë ne nuk kemi Bashkimin Evropian, keni mirë parasysh këtë gjë, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu. Ka shumë rëndësi sa i besohet dhe sa respektohet ai që qeveris këtu. Mos këto lojrat jo po se shiko, se na duhet një kështu, ç'a duhet? Nuk duhet asgjë, duhet vetëm fokus dhe brenda 2027-s mbyllim negociatat. Kjo duhet. Si fiksim, kjo duhet. Kujtip Gjuzi në ardë ndokën, jeni shqerin, nuk ka rëndësi fare, kujtim Gjuzi është, shiko, kujtim Gjuzi është ekselent, është më i miri nga ta, ma beso, është më i miri, është më simpatiku, më europiani nga ta. Dhe gjëja që dua ta bëj shumë të qartë, se do ta bëj dhe vizualisht të qartë, më falni se këto vizualet I kam qefun, është që këtë ne ta vëm në tryezën e Bashkimit Evropian. Këtë. Dhe Albania të rri aty njësoj si Italia, si Elada, si të tërë atje, dhe mos lëvizim më. Ky është fiksimi. Të vendosim emrin ton në tryezën e familjes europiane një herë për gjithmonë. Jo vendoset atje kur naftojmë dhe hiqet sa dalim ne, ata vazhdojmë bëjmë mbledhje pastaj për punë të tjera. Jo. Të jemi atje, të barabartë mes barabartësh. Albania. Që do të thotë çdo shqiptar dhe çdo shqiptare është I dhe e barabartë mes barabartësh kudo ku është dhe s'ka më mundësi ta shohë dikush nga lart poshtë sepse është pjesë e të njëjtës familje. Ky është thelbi I gjithë përpjekjes time dhe kjo është arsyeja pse unë I duroj heroikisht të gjithë llojet e poshtërsive dhe të gjithë llojet e maskaradoqeve dhe të gjithë llojet e liksive që më hidhen ore qast mbi fytyrë. Edhe më keq akoma që I hidhen dhe familjes time. Kjo është arsyeja. Tani ka dhe një gjë të fundit që dua të them. Dua të them që është bërë problem shumë I madh se ti flet dhe pastaj e shef që të citojnë mbrapsht. Mbushur gjithandej ato burimet e infektuara mediatike në për rrjete sociale, në për faqe, në për Rama 2 pika dhe lloj çudish. Lloj çudish. Që natyrisht njerëzit I lexojnë titujt dhe kujtojnë se janë thënë ashtu me të vërtetë. Megjithatë, kjo është dhe një arsye më shumë se ky komunikim I drejt për drejt bëhet që të lehtësoj ngarkesën që merret nga devijimi, deformimi, transformimi I gjërave që thuhen. Dhe një nga gjërat që unë thash, dhe edhe përsëris prap, është që është momenti I hakmarrjes më të ëmbël për ne nëse ne do të duam ta realizojmë si shqiptar. Të marrësh hak në mënyrë të ëmbël do të thotë që t'i japësh fund statusit të vendit, të popullit, të qytetarit të dorës dytë në këtë Europë. Dhe të bëhesh një vend, një popull, një qytetar I dorës parë, duke u bërë antar I Bashkimit Evropian. Pra, gjithë çfarë na ka ndodhur në histori,
ku jemi përçmuar dhe jemi në përkëmbur sa nga të huajt e sa nga vetja. Unë them më shumë nga vetja se nga të huajt, po kjo është temë tjetër. Ta lëm pas duke marrë hak për fëmijët ta, të cilëve mund t'u japim jo mbas 20 vjetësh, as mas 30 vjetësh, po mund t'u japim me një mandat Bashkimin Evropian. Një mandat në 4 vjetë. E kuptoni se çfarë na ka ardhur në dorë dhe e kuptoni sa tragjike do ishte ta humbnim këtë oportunitet, duke ngatruar rrugën edhe duke u mbytur në një lug uji. O, kush më doli, Gëzim Zilja, Koto Zilja, e kam pasur një nga lojtarët e preferuar. Isha shumë i vogël kur shkoja në stadiumin flamurtari, ngjit me shtëpinë e gjyshës time, bënte stërvitje flamurtari, Kotua ishte aty, po Kotua në fushën e futbollit ishte yll, jashtë fushës futbollit është komplet të keqen e Ziles që bie, po Kotua nuk mbush. Kjo mënyrë foshnjërake sulmi opozitën tregon se jeni ende fëmijë pa pjekur, edhe është sikur opozita të nxjerr foto nudo tuaj, po opozita më ka nxjerr mua foto nudo dhe nuk është ashtu. Fare, se ku ma gjen të të nxjerrin foto nudo. Se në fundit është foto jotja, është trupi yt. E çka ka këtu? Çku është problemi? Ndërkohë që dhe ma nxorën atëre duke menduar që do më bënin keq. Kupton? Ma morën nga sendet personale, ma nxorën dhe pastaj e morën mbrapsh. Koto, më dëgjon bashkë me ty, se dhe ti bëje tifozllëk atëre kur doli fotoja ime nudo. Unë në qefin tim, punën time në një plazh nudistësh në Francë në fillim viteve 90, njeri i lirë që s'kisha as një detyrim ndaj askujt, as kërkoja votën e dikujt, as ja kisha borx në njërit, ma nxorën dhe atë javën e fundit të zgjedhjeve në bashki dhe atë javë bum u rrit besimi, u rrit mbështetja. Kështu që s'është një soi sikur opozita nxjerr foto nudo. Çfarë foto nudo? Këneta, e di ç'është këneta, Koto. Këneta është merr. Edhe ti e brenda në kënet i gjithi, se të kam parë me kuriozitet se të ndjek nga një herë për t'u argasur. Të kam parë, ti merresh me ti ke akoma nostalgji për sheshin e Flamurit me ato katër kokrat në mes të sheshit. Ti e akoma te ajo, e më tregoni mua sheshin e Flamurit. Mua. Sa të mëdhej. Po s'ka problem. S'ka problem se erdhi 11 maj edhe Vlora e di vetë se ç'a bën. Kështu që me Koto Zilen, Gëzim Zilja, inshallah se ngatroj, se unë jam fiksuar te Koto, apo ndoshta është në gëzim tjetër. Po dhe po tjetë në gëzim tjetër, i kërkoj ndjes se unë atë njoh. Koton, nuk njoh në një zile tjetër. Një zile ka Vlora. Një zile që bie edhe jashtë fushës futbollit është mos e pyet. Po do kisha dëshirë të takoj. Koto, kam dëshirë të takoj njerë të pimi kafe, se kam pas shumë gjanë kur ishe në fushën e futbollit. Isha i vogël, isha shumë i vogël. Ti duhet kesh vajt sa ke vajt tani, se u bëra unë 60, kështu ti sa jeti. Ulemi ta pimi kafe njerë, ti shoshisim ta gjëra, se unë them që mund merremi vesh bashkë. Ladi ke shkruar dhe me sa di unë e ke marrë më në fund zgjidhjen për problemin tënd me kadastrën.
me sa di unë, e ke marrë zgjidhjen. Kështu që se shkruan edhe një mesazh për të që e more, nuk do bëje keq. Se nuk më ke lënë gjë pa thënë, po bëhen gjërat, po duan pak durim. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Falenderosh politikant është mos respektosh popullin, thot Erioni Cani. Erion, politikanët janë njësoj si gjithë tjerë. Ka shofer të mirë, ka shofer të këqij, ka rrobaqeps të mirë, ka rrobaqeps të këqij, ka njësoj si gjithë tjerë. Por vetëm ki parasysh një gjë, që pa politikën nuk shkohet askund. Zero. Dhe kush thot që s'merr me politikë, i fut një tërrejt me vete sorti që ty s'ta ha mendja, sepse merret politika me ty gjithkohës. Prandaj fokusohu edhe në 11 maj, nëse nuk të pëlqej unë mbylli syt dhe voto Partinë Socialiste, se duhet ta fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian përfundimisht. Dhe këtë gjë e bëj vetëm unë me Partinë Socialiste, nuk e bën dot askush tjetër. Se gjithë ta tjerët që shihni nuk i ulet njëri të dëgjojë si fillim. Jo më pastaj t'i respektoj si të barabartë. Okej? Shumë faleminderit gjithëve, insta, rofshi qofshi, edhe u shtofshi.